Përshëndetje djem, sot e kena BN ESEA Advanced për me u kualifiku. Lojtjen me single eliminim, pro me best of nishat, që i kena po dhe sot në PGL, deri sot po menoj, krejt lojt e djemve. I njëjti sistem është edhe për ESEA Advanced. Ekipa kundërshtare, një ekip mikse prej lobit në Faceit, muj me po edhe lobin. I keni në përmesh ruma djemve dhe mundi me bu spectating game. Virtus Pro Prodigy. Ekipa kundërshtare me lojtart Triborg, Problem, X, Power, Aqua dhe lojtari Forever. Shojmë killën e parë nga Rigon. Me këtë P250. Në këtë turnament afron për ESEA Advanced në close qualifier për me mujt me ESL Pro League. Për këtë arsye është këtë turnament. Shojmë aksion e 2 të Rigonit që po afron tashmë në Donat, ku në pritje për të ndodhët kundërshtari X Power, i cili eliminohet mjaft bukur të nga Rigon. Double kill Rigon. Fillojmë roundin edhe në Heaven, tashmë me aksionin tjetër prej Flatros. Shojmë këtë backstep nga ona e Flatros. Vetëm një eliminim. Vetë gjallë lojtari Forever. Apozita Heaven, opa. Drejtën Red Room, një one tap për Sinopsin. Dere më tash, një double kill nga ona e kundërshtarit. Tentim nga kundërshtari Forever. Ende eliminot edhe Genci. Largot kundërshtari me triple kill që realizoj. I shojmë në HLTV VP Prodigy, ekipa kundërshtare. Nuk kam fare pra World Ranking dhe Valve Ranking. Princit përshëndesim kujta Esports Kosova, Big Boss Hajrullah Makulli, Baba. Nuk marim pik, s'ka lojnë në LTV. Fillimisht janë në Open Qualifiers. Nëse vazhdojmë në Closed Qualifiers, nëse arrim me fitu krejt lojtë sot, atëherë është mundësia me po ekipën tonë në LTV, edhe me konë shumë ofër kualifikimin ndoshta për ESL Pro League. Force buy pra nga ekipa kundërshtare. Shojmë një M4 nga lojtari i Cave-it, Aqua. Arën e majt. Kapacita e Flatros, eliminat Semirin. Një trade i shpejt i Flatros, Forever. Lojtari shumë ofër në Cave, një Molotov Brollan. Njeri prej lojtarëve tanë duket se ishte Sinopsi apo GX, që ndodhët prapa Regoni. Tjetër info për vendodhën e lojtarit tjetër, X Power. Info të Regonit vazhdon për kill Sinops, mbetet vetëm në lojtar pra Triborg. Shojmë kundërshtarin me këtë Max 7, ishte në hold pra fillimisht në off-site. Jemi e kësha lutë mos bëni spawn. Jena pika e dytë shumë shpejt. Dë me zara bën e ja raundi i tretë. Tjetër mundësi pra shojnë. Vazhdojnë me vetëm një Max 7 këto ekipa kundërshtare me lojtarin Triborg. Triborg. Shumë afërti ndodhet Sinops.
Eliminot Sinqa. Futën në mid ekipa jon tashmë drejt në Evan e shojmë Flatrën që do të shumë kundërshtar. Tentim për Wallbang nga ana Flatrës. Kërkon tjetër kill, nuk ka spray transfer sakt nga Juan Flatro. Reagim drejt outside-it edhe Jax prej pozitës së mainit, rotate nga prapa në T-spawn. Lejtari problem Forever dhe X-Power në Heaven. Red Room position Triborg. Realizohet o plejnë të i bombës. Një e kene duart e lejtarve kundërshtar pra lejtari Forever. Jam vetëm në hold. Duket se ka një call për save. Shojmë me një bait vogël nga lejtari tjetër X-Power për bash lejtarin Triborg. Në anën tjetër ekipa jon jam vetëm në hold në të gjitha pozitat. Shojmë Senirin që ka shumë afër edhe kundërshtarin e tij problem. Brenda në Amen, është shumë afër për element të Sener, i sakt. Realizohet pra double save për këtë kallash dhe atë Max 7 së bashku me Kevlar nga lejtarit Triborg. 3-0 Bonea. Një super round me vetëm Sinopsin në banana, 3 lejtar full kontakt në mid dhe Jaxin pra për në offside. Ishte ky call nga Sinopsi. Një call tashmë për ndryshe shojmë solo play Regon drejt Amenit, kërkon killin, ja delti në fund. Por kemi kundërshtarin Aqua, lejtari Kevit që vazhdo në full peak pas throwit të këtij smokit duke arrit një double kill drejt Gencit dhe Senerit. Nuk duhe kjo, super nade, edhe prej Sinops e ka kuptuar dhe ndëgjuar kundërshtarin në lëvizje propa prej Kevit drejt pozitës së default. Afrohet kundërshtari Triborg tashmë në Kev. Probleme për Flatro, nuk do të ketë asnjë info për mendovën e Triborg. Eliminot Flatro. 3-2 kjo situatë, 1 minutë kohë për dyshën Sinop dhe Regon, i cili ndodhet tashmë në vetëm 17 HP. Në pritje për Regonin do del lojtari Forever nga pozita e CT's. Tashmë një change weapon i Regon nga i Galil në AK. Sinopsin kemi me një M4 silencer, dy lojtarë në bus side dhe vetëm Forever në hold për të dyja pozitat pra në red room dhe po ashtu në A side. Do e shohim aksionin. A do të kemi një timing të për Regon. Ja del Regon të në fund. Lojë shumë e mire Regonit. Vazhdon kjo situatë 2 kundër 2. X-Power me AVP do të vazhdoj dhe në fund në tentim për clutch apo retake në A side. A main position Regon në big box kemi apo headshot Sinopsin. Tentim nga ana Sinqes full info për vendodhjen e dy lojtarëve kundërshtarë, shohim çfarë gabimi nga lojtari Triborg. Është ende gjallë Sinopsi, X-Power që kërkon Sinqen, vjen ndihma e Regon, një super lojë. Super roundi bënes. 4-0 tjetër pik për ekipën tonë, raundi 5. Me një mundësi tjetër edhe për VP Prodigy pra që të vazhdojnë ndoshta me një full buy. Paktën 3 lojtarë nga ana e tyre me ndonjë M4 Triborg, Aqua dhe lojtari Forever ndoshta në drop të AVP-s. Kemi një tjetër call nga ekipa kundërshtare, do të vazhdojnë me një half buy. 2 MP9, 2 pistoleta dhe vetëm një M4 nga lojtari Forever. Zot një boost dhe mjaft mirë Jax për ender këto vazhdon në post site dhe Flatro në ti për Gencin. Ashtë Flatro shten dhe gjallë, por jo dhe din në fund. Ndalet Flatro 1 për 1. Regon në Heaven në afërsi të mikit Sinops. Disconnect për i serverit. Respekt për Kosovën. Shtetin ton të dashur dhe të bukur me internet. Aqua dhe Triborg double peak. Drejt Kevit dhe po ashtu Bimenit, eliminot dysha Jax e Regon. Me edhe vetëm Sener. Damage i madh drejt qasës, largohet prapa. 1 minutë kohë për ekipën kundërshtarë që të vazhdojnë drejt Senerit ndoshta për kill deri në fund.
Edhe njerë, tash jemi mbledh 2000 djem, kjo është për ESEA Advanced. Me u kualifiku. ESEA Advanced, ja mundësën ekipës sonë për me arrit kualifikimin drejt për ESL Pro League. Sistemi është i njëjtë si në PGL Astana lojtë e PGL-et që i pom. 5-6 lojtë duhet në rena ditës me i fitu, 3 tjerat nesërmën. Me një humbje shkojmë në shpe. Nuk e di ako mundësi tjetër, nuk e na info të sigurt për këtë turnament pro ESEA Advanced. Sejat, përshëndes shoku jem. Shumë vështirë është me këto best of nisha, po të shojmë se qa ka me ndodhë dhere në fund, nuk i dit. Donzi, respekt Donzi, se s'të pash. Vazhdojmë me një time out. Dhere sa të në kthejet kapiteni, jemi live me roundin tjetër. Jemi live kthehet sinopsi, një pik pra e pam me atë Alt Bay. Ekipa ndërtare shfrytëzoi momentin mjaft mirë me solo push të lojtarit Triborg dhe lojtarit të Kevit Aqua. U të tregon në mid. Lojtari problemenjen, nejda të shojmë një one tap shpejt nga Rigon. Eliminot lojtari i Red Roomit. Tashmë një pressure i marrë dhe drejt Kevit ishte sinopsi në të tim. Gencet, eliminot tashma Rigon. Kemi flatrën në trejt. Me një lojtar më tepër, Bad News Eagles e vazhdojnë në roundin e 6. Shumë afër tyre ndodhet e lojtari tjetër Triborg. Eliminot flatro, në shën nga Jax. Afrohet Genci. Triborg. I rëzëshë lojtari kundërshtar, tashme vjen edhe Sener nga prapa eliminot Triborg. Një minut kohë për qazën. Planti bombës. E menduar kjo mjaft mirë prej Senerit. Lojtari kundërshtar, drejtë në Bomen. Që po afrohet. Ka ende info për Senerin X Power super class i qazës. Pik tjetër por Bad News Eagles. Pika 5.
Sniperisti X-Power me play nga pozita Donat për në heaven dhe në mid. Kontakt 4 lojtar të PNA-s në Amen, Synops. Fake i vogël i Synopsit për këtë smoke në banana. X-Power ka kuptuar. Vendodhen e Rigon tashmë mjaft mirë Sener në entry kill për në outside. Blokon sniperisti kundërshtar. E shohim të rishë i ti prapa. Synops që ka rrit futet në bësaj. Çfarë loje kjo nga Bad News Eagle dhe Sener me tjetër kill. Eliminohet edhe sniperisti kundërshtar. 5-2. Lojtari forever në Donat në red room. Kemi lojtarin tjetër Triborg. Dalë Synopsi. Në të Rigon po ashtu. Nga 5-2. Në 3-2 tashmë bëneja. Në gjonë edhe hapat e bombës. Genci që po vrapon nga T-spawn për në outside. Forever do të kërkoj një kill tjetër deri në fund. Shohet tjetër nade apo flash nga bëneja për në Donat. Eliminot 4. Mjaft mirë Jax ka arrit ta eliminoj lojtarin Triborg. Quf. Sener për kill në fundit. Quf. Dulni që. Insta smoke në red room. Prej Senerit. Për në Donat ai smoke tjetër i Gencit. Synops, do tjetë kjo falli nga pozita e midit pra drejt në cave. Arrin Synops të ketë një timing. Kundërshtari Aqua mjaft mirë i fokusuar në anën e djathtë të cave. Nuk arrin për entry kill të Synops, dalet. Full kontakt për në outside Bad News Eagles. Tashmë kanë arrit kënë kontrolën e sajtit. Një nade i lojtarit forever. Double nade kundër përgjigje e PNA-s. Molotov for. Në 8 HP lojtari forever. 5 lojtarë gjallë të VP Prodigy. Revizje Jiggle dhe Senerit për në info të Amenit. Ku ndodhet vetëm X-Power. Boost për flatron në top of main. 2 lojtarë në hall për Temple. Presim kontaktin e parë nga Jax. Forever që afrohet. Tashmë Jax në pozitën e brokit. Mjaft mirë realizon një kill për mbetet i vetëm Genci. Double kill nga në ti. Lojtari problem që arrin për retake dhe në fund dhe pikën e dytë nga ekipa e VP Prodigy. Flash. Nga ana e ti Synops arrin një entry kill. Eliminot shumë shpejt lojtari problem për plate. E shohim të super plate e flatrës është Sener. Roba ti që realizon killin. 2 lojtarë në hall për bus side i vetëm problem në pozitën e Donat. Tashmë PNA ndodhen këtu në banana. Ne do vazhdojnë lojën e shpejt për në outside nga heaven. Tem nga në agencë ta fitoj duelin drejt sniperisti tjetër X-Power. Shohim edhe këtë rotate, një play mjaft i mençur nga lojtari As Problem. Utet në Donat Jax. Vazhdojnë me plant të bombës Bad News Eagles. Rikthehet përsëri lojtari Problem në A-main, ku i fokusuar është i vetëm Sener. Eliminot X-Power, Rigon tashma ma të elimnim, e shohim Triborg në double kill. Mbetet vetëm Jax, pozita ti në top.
Jax! Së rock, sniper, rock, glocki. 7-2. Këso për round e gencit. Insta aerodrom nga Jax. Pozicionuar me flasha këto në mid për sënirin apo jo. Nuk ka kill. Janë 3 lojtarë në kontroll të midit tashmë nga VIP për disi. Nga të një kill që shfrytëzon. Mundësi për të nga mid. Kontakt. E shojmë këtë so për lojtë e Rigoni. Double kill me një spray. Jashtë zakonshëm këtu Rigon. Utet në CT tashmë shfulja. 3 kundër 2 kjo situatë pas eliminimit të flatrës nga lojtari Aqua. Shojmë kundërshtarin që të rriset prapa në bus site. Lojtari tjetër Triborg shumë afër gencit në mid. Jax. I rrezikshëm me këtë Glock baba sot. Rut Rigon në bus site në gjohën avat e ti nga kundërtari Aqua. Rigon ka fare info ende për vetotën e kundërtarit, eliminohet Rigon. Do të realizohet pra një double save nga ekipa kundërtare për Famaz dhe M4. Do të shkojmë përsëri për një tjetër full buy. Ekipa e VP Prodigy. Snopsi tash me ekipa kundërtare me double push në mid, double push në A main. I vetëm lojtari Forever në eliminohet shumë shpejt nga Rigon. Gjithçka barabart, 4 kundër 4. Prisim një flash të edhëm nga Rigon për qasën në senet. Spray transfer, që të tëmë dhe në fond, janë edhe nejtë i flash sakt drejt bananas. Shojnë flatër. Dalje tashmë që shka në duart e Rigon. Rigon dhe kundërshtari problem në tentim për diffuse të bombës. All drejt shortit është lojtari problem ku edhe në dorë. Tashmë del ku atë në fond apo jo nuk ka diffuse kits. Ka rrit ti gjejtë e bashkëtari ti kundërshtari problem. Një clash i fituar për pikën e tretë nga VP Prodigy. Nice try për Rigonit. Raundi i fundit. Jax, nga Aqua vjen trejti shpejti Senar. Anën tjetër kemi edhe një kill nga Snopsi në mid. Gjithçka barabart. Smoke në red room. Afrohet tjetër lojtar në Triborg. Headshot i shpejt në Senerin këtu nga kundërshtari Triborg. Flatrën në Donat, Rigon në Heaven. Dyshja jonë drejt 3 lojtarëve kundërshtar. Problem, kuptohet vendodhja e tij po ashtu edhe flatrës. Rezi prapa e lojtarit problem, futet në Temple, afrohet në CT Triborg. Smoke edhur në site. Dy lojtarë në CT problem në Temple. Dëgjon hapat e kundërshtarëve nga Flatro. Ne shohim çfarë kombinimi kë nga Rigon e Flatro.
lidhen shtatëshet, i vetëm lojtari problem. Jam nga kërkim. Ja mirë, edhe kjo round nga BNE-a pika 9. Përfundon pra pjesa e parë. City side. Presim cili do t'jetë kalli me një lojë ndoshta agresive nga Sinopsi. Kemi në problem teknik derisa të fillon ndeshja live. Ndoshta nga ekipa kundërshtare presim derisa të jenë gatshëm lojtarët nga të dyja ekipet. Kemi në round në rush skate. Ja të mirë të teatra me double kill. Vjen ndihma e Sinops. Eliminohet lojtari tjetër forever. Double B, Sinops dhe Regon. Ku eliminohet Regoni. Shohim lojtarit problem. Në hold i vetëm në banana. X-Power. Në ke lëshuar midin, rotate pra për në B main. Play në fejt smokut. Do t'jetë kjo nga dysha kundërshtare. Sinops. Kall për backup. Nga Genci se ka afro tashmë në site. Në Jax. E shojmë qfarë play kjo nga Sinops. Rota dhe se nërë në ndim për të Sinopsi. Ne e shpresa për me u kry ma shpejt mapa Ancient. Si për full buy apo force buy pas plantit të bombës, se shojmë 2 teknojna, 3 galila nga Lipi Prodigy. Sener dhe Rigo në hold për mid. Ja play default me 2 lojtar në B, i vetëm në mid do t'jetë forever, 2 të tjerë në A main. Dashmë kanë arrit afron drejt Gencit, lojtarët kundërshtar të As. Problem dhe snajperisti X-Power. Eliminohet Jax, entry kill nga kundërshtari Problem. Nuk
t'ja delti në fund. E shojmë Snopsin për të i smoke double kill I shpejt nga Sinqa. Forever në hold tek pozita e A-main. Shonë edhe fleshat drejt BNS nga ekipa ndështare që të përfitot edhe koha. Por kemi një plant jolla është e mirë nga VP Prodigy. Janë të blokuar kushja take e shojmë Snopsin e gati triple kill për të i smoke dhe Snopsi. Eliminohet flatër e Sinops Regon në killën e fundit drejt kundërshtarit 3 barit. Loja parë kom fri, jena me lojnë e dytë që kemi shumë afër me fitu. Besoj edhe 4 lojë tjera në mas kësaj lojë. Për sot me fitu krejti duhet BNS. Tjetër Force by VP Prodigy. I njëjti play default. Sikur se më herët. Ndryshim I pozitave mes Jax dhe Regon. E shohim Regonin, kontakti I parë vjen nga Genci në anën tjetër të Ka të mirë Regon këto. Merë në vetin e litar kundërshtar, Flatro Jax, ka një tjetër kill Genci ma vetin Ardon Flatro, I saktë 12 me 3 pike match pointet Rush play nga ekipare kërkot edhe Senar Nga dalti në fund për eliminim të qazës Mbetet Flatro Double trade I Flatros për Senerin dhe Regonin Aqua lejtari që mbetet brenda në Donut Lejtari tjetër Forever Dal nga dal pa afrot në Evan Kemi një play të Gencit është për pritje të kundërshtarit Isak Jax Përfundon Ancient Fitoria e 2 që për bjen sot Shojmë edhe braketin të gjithë së bashku Veç na duhet me gjithë ekipën ku e kena Okej